Faleminderit, përshëndetje mirë për gjithë. I nderuar kryetari Aliu, të nderuar drejtor, të nderuar kolegë asamblesë, të nderuar familjarë të dëshmorëve dhe martirëve, të nderuar invalid dhe veteranë të luftës, përfaqësues të organizatave të dala nga lufta çlirimtare, i nderuar komandanti i policisë Zotri Behluli, i nderuar zëvendës ministër i FSK Zotri Sylla, deputet Luan, i nderuar kryetar fshatit Reçak Adem Ramadani, të nderuar të gjithë të pranishëm. Faleminderit që sot jeni në këtë seancë solemne për nder të 17 shkurtit. Shumë të dashur qytetarë të komunës së Shtimës, ju uroj mirëseardhje në këtë seancë live, e cila po transmetohet live për nder të 16 vjetorit të pavarësisë së Republikës së Kosovës. Shpallja pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt 2008 ishte kurrizimi një rrugtimi të gjatë e të vështirë për qytetarët tanë, ku për vite me radhë populli ynë ka vuajtur pasojat e spastrimit etnik nga regjimi serb, nga njerëzit më intelektual, të cilët filluan rezistencën paqësore demokratike e deri tek lufta ushtrisë çlirimtare, ne si popull nuk kursyem asgjë për këtë liri të cilën po e gëzojmë sot. Shfrytëzoj rastin edhe një herë të uroj pavarësinë e Republikës së Kosovës në emrin tim dhe në emrin të Kuvendit të Komunës së Shtimës për një zhvillim dhe ditë të mbara në shtetin tonë demokratik e sovran. Lavdi të gjithë ata që flijuan për lirinë dhe pavarësinë e shtetit tonë. Ju e dini që kjo seancë zakonisht bëhet vetëm me një pikë randi të ditës dhe kjo pikë randi të ditës është fjala e kryetarit të komunës. Atëherë me lejoni që t'ja kaloj fjalën kryetarit të komunës, Zotri Qemajl Aliut, për një fjalë rasti. Kryetar, fjala për juve. Të nderuar anëtarë të Kuvendit Komunal, i nderuar kryesuesi i Kuvendit Zoti Ademi, të nderuar drejtorë e zyrtar komunal të pranishëm, të nderuar familjarë të dëshmorëve e martirëve të luftës ushtrisë çlirimtare të Kosovës, invalidë e veteran, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta, nderuar Bacaj Sak, nderuar Adem, shumë i nderuar sot prezent zëvendës ministër i mbrojtjes Zoti Shemsi Sylla, i nderuar deputet i Parlamentit të Republikës së Kosovës Zoti Luan Aliu, përfaqësues të policisë komandant Behluli, media dhe shoqëri civile, të nderuar të pranishëm, të dashur bashkëqytetarë të Komunës së Shtimës, motra dhe vëllezër. 17 shkurti është data përmbledhëse e ngjarjeve që kanë ndodhur në periudha të ndryshme, sepse qëllimi i tyre ishte arritja e shtetit të pavarur dhe sovran. Andaj 17 shkurtin, përveç se e festojmë sot, e përkujtojmë edhe në çdo datë tjetër festive, si rezultat i tërësisë së dëshirave, sakrificës e përpjekjeve shekullore që bartë për të qenë të lirë, të pavarur e Zot të vendit tonë. Në data të tilla solemne, ceremoniale festive, i çmojmë e i nderojmë të gjithë kontribuesit që kanë mundësuar pavarësinë e shtetit tonë, duke nisur nga dëshmorët e kombit, martirët, invalidët e veteranët, aktivistët, protestuesit e të burgosurit, veprimtarë të çdo etape kohore, të përndjekurit e të torturuarit, civilët e pambrojtur e të paarmatosur dhe çdo individ tjetër që ka dhënë nga vetja e tij për të bërë një grimc hapi në rrugën e gjatë drejt lirisë dhe pavarësisë së shtetit tonë. Në këtë mënyrë, shënimi i këtij 16 vjetorit pavarësisë së shtetit tonë është edhe një mundësi shtesë për ta rigjetur veten në refleksionet të thella se sa të ujitura me gjak, me djersë dhe sakrificë janë ngritur themelit e këtij shteti nëpër dekada e shekuj me radhë. Sidomos, festimi i kësaj date nuk do të ishte i mundur pa luftën dhe guximin e dëshmorëve dhe luftetarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës,
ku edhe ne si komunë e Shtimes kemi dhënë mjaft, duke përkujtuar se cilën vepër e kontribut me krenari, respekt e përullje të veçantë. Andaj, përsëri sot, e rikthejmë memorien në korat e vështira të masakrës së Reçakut, që i parapriu çlirimit të pavarësisë dhe që ishte një kthese madhe historike në shtetin që po e gëzojmë. Pastaj sakrificën sublime të familjes Jashari në Prekaz, që i dha edhe më shumë kur ajo e guxim luftëtarëve të UÇK-s në çdo zonë operative, si dhe përkujtojmë e nderojmë secilën ngjarje që ndihmoi rrugtimin drejt çlirimit, pavarësisë dhe republikës. Ne kishim një luftë të pabarabartë, por një luftë heroike mes popullit të Kosovës dhe shtetit hegemon serb që në krye kishte kriminal. Disa sosh prej të cilëve sot vuajnë dënime nga drejtësia ndërkombëtare, por shumë të tjerë kanë mbetur pa u dënuar e pa u ndëshkuar për krimet e kryera ndaj popullit tonë, e fatkeqësisht një pjesë e tyre edhe sot vazhdojnë akoma të jenë në krye të këtij shteti. Nga ne kërkohet më shumë mund, angazhim e më shumë përkushtim për atë dhëun të cilin pasi e kemi bërë të pavarur, duhet ta zhvillojmë e prosperojmë duke bërë perspektivë e të denjë për gjeneratat pasardhëse, sidomos për të rinjtë e për të rejat që po e lënë vendin në mungesë të perspektivës. Sot kemi shtetin ton ku secili qytetar i Republikës Kosovës do të ndjej veten kontribues dhe shumë përgjegjës pa marrë parasysh në cilën pozitë gjendet. Ne si institucione kemi obligim që na detyrojnë ta ruajmë lirinë, dinjitetin e qytetarit ton, duke udhëhequr mbi parimin e barazisë e duke respektuar vlerat e secilit dhe në përpjekje të gjithëve për të mundësuar një të ardhme më të mirë pa dallim. Sot synojmë ta bëjmë Kosovën një vend të potencialit të madh, të investimeve dhe një vend të lirë në rajon. Të gjithë jemi përgjegjës për ndërtimin dhe avancimin e shtetit ton të përbashkët. Kemi zgjedhur rrugën e bashkëpunimit, rrugën e zgjedhjeve pacore dhe të marrëveshjeve, por pa hequr dorë asnjëherë nga subjektiviteti, sovraniteti dhe integriteti territorial. Republika e Kosovës është realitet ndërkombëtar i pakthyeshëm, i pranuar me subjektivitet dhe një shtet garantues i paqes, demokracisë dhe i stabilitetit. Do të punojmë për të tashmen dhe për të ardhmen, kurse edhe në këtë përvjetor të pavarësisë, po dëshmojnë se jemi në një horizont të ri, me perspektivë për të pasur një shtet modern e demokratik, sikurse edhe të gjitha shtetet evropiane. Ky përvjetor let na shërbej të ecim bashkarisht në rrugën tonë drejt avancimit të proceseve demokratike, me mbështetjen e vazhdueshme të miqve tonë ndërkombëtar, duke u bërë një vend shembull i rendit dhe i sundimit të ligjit, një vend për të cilin kemi obligime të angazhohemi, të punojmë çdo ditë, të bëjmë më të mirën, të bëjmë më të bukurën dhe më të përparuarën. Gëzuar të gjithëve 16 vjetori i pavarësisë së Republikës së Kosovës, shtetit tonë të pavarur deri në amanetin e dëshmorëve në Bashkim Kombëtar. Ju faleminderit. Faleminderit kryetar Aliu. Të nderuar të pranishëm, ju tani e keni marrë gjithë agjenden, po për hir të qytetarëve më duhet si zakura 10 me programin